Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetet tona të sinqerta, mbihulën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek mësimi i 53 ku autori Imam Tirmidhiu sonte na flet për moshën e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhiu vëllezër në këtë kapitull ka pru plot 7 hadithe për të na sqaruar se sa vite ka jetuar i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe cila ishte mosha e vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në disa transmetime të sakta kanë ardhur se mosha pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë 60 vjet. Po ashtu kemi transmetime të sakta që mosha pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë gjatë 3 vjet. Po ashtu kemi transmetime të sakta që mosha pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë 65 vjet. Gjitha këto transmetime i gjejmë tek Imam Buhariu edhe tek Imam Muslimi, pra janë hadithe të sakta. Prandaj vëllezër, gjejmë tek dietarët se shumica e dietarëve janë të mendimit se mosha pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë 63 vjet, duke u bazuar në hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe po ashtu tham se gjejmë edhe mendimet e dietarëve se mosha e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë, siç përmendëm fillim, 60 ose 65 për tyve, edhe 63, nga se të gjithë janë bazuar në argumente të sakta. Mirë po, ajo e cila është më e sakta, për të cilën është edhe shumica e ulemave dietarëve, është se mosha pejgamberit alayhi salatu wasalam pra jetës ka qenë 63 vjet. Dhe autori Imam Tirmidhiu nis temën me hadithin 378 nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar me 63 vite, gjatë 3 vite si i dërguar, pra duke i zbritur shpallja, vazhdon duke thonë mandej Medine ka jetu 10 vjet dhe vdiq në moshën 63 vjeç. Hadithi është tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Ibn Abbas o vëllezër në këtë hadith po na tregon periudhat e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Mekë 40 vite para se të i vinte shpallja nga Allahu subhanahu wa taala. Në moshën 40 vite pejgamberit alayhi salatu wasalam i zbriti shpallja hynore, edhe për këtë pra nuk kemi ndonjë mos pajtueshmëri në mesin e dietarëve. Gjithë janë të një mendimi. Pastaj o vëllezër, qëndrimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në Mekë 13 vite pas shpalljes, pra është periudha e cila është e njohur edhe periudha e thirrjes, periudha e davetit, periudha e njohshmërisë, thirrjes së njerëzimit nga largimi i adhurimit të idhujve drejt adhurimit të Allahut të vetëm, Pas kësaj, pra të dërguarit të Allahut, më thonë pas 13 vite thirrjen në Mekë, i vjen urdhri nga Allahu subhanahu wa taala që ai të lënë Mekën dhe të bën hijretin dhe të niset drejt Medinës, ku aty pejgamberi alayhi salatu wasalam pra ka qëndruar 10 vite. Po kështu o vëllezër gjejmë tek një numër i madh i dietarëve, të cilët janë të një mendimit se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka jetuar plot 10 vite në Medinë. Pra nuk ka ndonjë mos pajtueshmëri rreth qëndrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë. Mos pajtimi i dietarëve ka të bëjë vetëm me kohëzgjatjen e qëndrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Mekë pas shpalljes. Pra, sa vite ka jetu i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë ndërmjet zbritjes së shpalljes dhe hijretit të tij. Prandaj më sakta është ajo se çfarë ka transmetuar Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam
ka qëndruar në Mekë 13 vite. Është fjala 13 vitet e shpalljes, thirrjes në davë. Prandaj edhe mosha e pejgamberit alayhis salatu wassalam del 63. 40 vite para shpalljes, 13 në Mekë si i dërguar i Allahut dhe profet, dhe pastaj edhe 10 vite tjera në Medinë del 63 vjet. Dhe kjo moshë e pejgamberit alayhis salatu wassalam është më sakta dhe është më njohura në mesin e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por pse ky mos pajtim mes dietarëve rreth asaj se pejgamberi alayhis salatu wassalam a ka qëndru 13 vite në Mekë apo 10 vite në Mekë, domethënë thirrjen e Islam, pasi që i ka ardhur shpallja. Disa prej ulemave vëllezër, disa prej dietarëve, duke u bazuar në hadithe që do të na vinë neve pas pak hadithet e sakta, kanë llogaritur se 10 vitet e para të pejgamberit alayhis salatu wassalam kanë qenë 10 vitet e thirrjes haptazi. Këtë 10 vite që kanë llogarit. Ndërsa nuk e kanë llogarit 3 vitet e thirrjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam fshehurazi. Kanë thonë vetëm 10 vite i dërguari i Allahut ka thirr në Islam, ndërsa këtë 3 vitshin e fshehur nuk e kanë llogaritur. Prandaj kur bashkohet periudha e 3 vitit të parë fshehurazi dhe 10 viteve haptazi të thirrjes në Islam, prandaj vetë rezulton se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar me 13 vite si pejgamber dhe pastaj edhe 10 vite në Medinë pas hijretit e tij. Pra, duke qenë se shpallja i ka ardhur pejgamberit alayhis salatu wasallam kur i ka pas 40 vjet, edhe 13 vite në Mekë, 53, 10 vite në Medinë, dalin gjithsej 63 vjet. Dhe pastaj autori na sjell hadithin 379 nga Xherir, i cili thotë: e kam dëgjuar Muaviun radiallahu anhu duke mbajtur hutbe, edhe ndër fjalët që kam dëgju prej Muaviut radiallahu anhu ishin edhe këto: vdiq pejgamberi alayhis salatu wassalam atëherë kur i kishte 63 vite. Po në këtë mosh, pra 63 vjet, ka vdekur edhe Abu Bekri, po në këtë mosh ka vdekur edhe Omeri. Pastaj thot Muaviu radiallahu anhu: tani kur unë për ju flas juve, në këtë moment, thot unë tani kur për ju flas juve, thot unë i kumbushur 63 vjet. Edhe këtë hadith e gjen tek imam Muslim. Ky hadith na tregon atë se çfarë tha Abdullah ibn Abbasi, se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar 63 vjet. Muaviu radiallahu anhu në këtë hadith po na tregon një detaj shumë e rëndësishëm. Ajo është se mosha e Abu Bekrit radiallahu anhu ka qenë 63 vjet, ka jetuar 63 vjet, po ashtu dhe Omeri radiallahu anhu ka jetuar 63 vjet. Pra që të dy e kanë jetuar të njëjtën moshë sa ka jetuar edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam, pra 63 vite. Abu Bekri vëllezër ka qenë 2 vjet e gjys më i ri se pejgamberi alayhis salatu wasallam. Pra 2 vjet e gjys Abu Bekri ka qenë më i ri se pejgamberi sa. Pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasallam ka jetuar edhe 2 vjet e gjys Abu Bekri si halife, edhe ka vdekur në moshën 63 vjeçar. Ndërsa Omeri radiallahu anhu ka qenë 13 vite më i ri se pejgamberi alayhis salatu wasallam. Ka qëndru Omeri si halife pas vdekjes së Abu Bekrit 10 vite e gjys. 10 vjet e gjys. Kur ja shtojmë kësaj edhe 2 vjet e gjys që ka jetuar në khilafetin e Abu Bekrit, i bie që të plotësohet numri në 13 vite. Dhe thamë se 13 vjet ka qenë Omeri më i ri se pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe kështu del numri, pra 63 vjet edhe Omeri radiallahu anhu ka vdekur. Dashuria e madhe e këtyre 2 burrave të mëdhenj, Abu Bekrit dhe Omerit, po ashtu dhe dashuria e madhe e pejgamberit alayhis salatu wasallam që ka pasur ndaj Abu Bekrit dhe ndaj Omerit radiallahu anhu, shihet qartë se shumicën e kohës të jetesës së tyre e kanë kaluar së bashku. Shumicën e kohës së jetës e kanë kaluar së bashku. Pra, kanë jetu në të njëjtën moshë gjatë 3 vjet. Pastaj kanë vdek në të njëjtën moshë gjatë 3 vjet dhe janë varros në të njëjtin vend që të tre.
Muaviu radiallahu anhu, gjatë tregimit të vjetëve të, apo gjatë tregimit të moshës së pejgamberit dhe Omerit radiallahu anhu dhe Ebu Bekrit, çfarë thot? Thot, mosha tani kur përflas une është gjatë 3 vjet. Dietarët kanë thonë, ndoshta ai e kishte për qëllim me supozu se dhe unë vetë do të vdes në këtë moshë gjatë 3 vjet, sikurse që ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe Omeri. Edhe kjo e me tregu, kanë thonë dietarët, kjo e me tregu dashurinë e madhe të Muaviut që ka pasur ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndaj Ebu Bekrit edhe ndaj Omerit. Për këtë arsye, Muaviu radiallahu anhu ka shpresu që edhe ai të vdiste në moshën gjatë 3 vjet. Mirpo Muaviu radiallahu anhu ka vdekur kur i ka plot 80 vite. Domethënë ka rnu 80 vjet. Domethënë mosha e Muaviut radiallahu anhu ka qenë 80 vjet. Prandaj dietarët kanë thonë vëllezër se nuk është e preferuar që njeriu me kërku prej të madhit Zot që t'ja merr shpirtin moshën gjatë 3 vjeçare. Por se ajo e cila çfarë kërkohet prej nesh është ta lusim Allahun e lartësuar që jetesa jonë të jetë në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, në pasim të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe se vdekja jonë të jetë vdekje e një besimtari të devotshëm, duke kalu jetën në vepra të mira, në vepra që të afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse besimtari më i mirë është ai i cili jeton gjatë dhe punon vepra të mira. Dhe kjo është e bazuar në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Ebu Bekrete, që hadithin e gjejmë tek Imam Tirmidhiu dhe hoxha e Islamit Muhammed Nasruddin el-Albani e ka cilësuar për haditheve të sakta edhe në librin e tij Sahih el-Jami 3318, ku ky sahabi i nderuar tregon dhe thot se erdhi një njeri tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe e pyeti dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, cili për njerëzve është më i miri?" Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Ai i cili jeton gjatë duke vepruar vepra të mira." Pastaj e pyet: "Cili për njerëzve është më i keqi?" Tha: "Ai i cili jeton gjatë duke vepruar keq." Duke vepruar keq. Prandaj edhe ne kur të kërkojmë për Allahut, të kërkojmë që i Madhi Zot jetëgjatësinë tonë na jep duke e bo vepra të mira dhe duke madhru dhe adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe autori bën hadithin 380 prej Aishës, e cila ka thonë: "Vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam atëherë kur i kishte 63 vite." Edhe ky hadith përputhet me hadithin e parë të Ibn Abbasit dhe me hadithin e Muaviut radiallahu anhu se mosha e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë 63 vjet. Autori e sjell hadithin 381 nga Amar, rob i liruar i fisit Hashimi, i cili thot: "E kam dëgjuar Abdullah ibn Abbasin duke thonë: vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam atëherë kur i kishte 65 vjet." Tham, kemi transmetime të sakta se i dërguari i Allahut ka vdekur në moshën 60 vjeçare. Në moshën 63 vjeçare, i tregum 3 hadithe që i gjejmë tek Imam Buhari dhe Muslimi, dhe tani po na vjen ky hadith që pe transmeton Amari, rob i liruar prej fisit Hashimi, se e kam dëgju Abdullah ibn Abbasin duke thonë se vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam në moshën 65 vjeçare, dhe hadithin e gjejmë tek Imam Muslimi me numrin dorë 2353. Pra, ky transmetim po e kundërshton transmetimin e parë të Abdullah ibn Abbasit. Çfarë tha? Ka vdekur i dërguari i Allahut kur i kishte 63 vjet. Çfarë kanë thonë dietarët e hadithit këtu, në këtë hadith? Kanë thonë, nuk merret për bazë ky hadith, por merret për bazë, kanë thonë, hadithi i parë i Abdullah ibn Abbasit, dhe i cili është transmetimi se vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ka pas 63 vjet. Çfarë kanë thonë pastaj? Kanë thonë, prandaj të gjitha transmetimet që kundërshtojnë transmetimin e parë të Abdullah ibn Abbasit, se i dërguari i Allahut ka vdekur që ka pas 63 vjet, janë transmetime shadhe, që të thotë kundërshtojnë hadithe tjera. Kundërshtojnë hadithe tjera, ose kanë thonë janë transmetime
të cilat pranojnë interpretim. Dhe pastaj autori vëllezër bjerë hadithin 382 nga Daqfel ibn Handhala, i cili ka thonë: vdiq pejgamberi alayhi salatu selam atëherë kur i kishte 65 vjet. Ka vdek i dërguari i Allahut kur i ka mbushur 65 vjet. Ebu Isa thot Daqfeli nuk di këtë dëgjuar prej pejgamberit alayhi salatu selam, por se do ditur se ai në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë burr. Edhe ky transmetim e kundërshton transmetimin apo i kundërshton transmetimet e njohura, të cilët janë të sakta se mosha e vdekjes së pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë 63 vjet. Imam Tirmidhiu, pra në librin e tij që tregon për virtytet e pejgamberit alayhi salatu selam, thot Daqfeli, ky transmetues, thot nuk di të ketë dëgjuar prej pejgamberit alayhi salatu selam, por duhet me ditë se ai pra ka jetu dhe ka qenë burr në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam. Pastaj çfarë thot? Prandaj është shumë vështirë të saktësohet dhe të vërtetohet se ky burr e ka shoqëruar pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhi salatu selam, edhe pse ka jetu në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam. Mirë po nuk mundet me u vërtetu se ai e ka dëgjuar ndonjë hadith prej pejgamberit alayhi salatu selam. Pra, Daqfeli, dietarët e hadithit tani e kanë komentuar këto dhe e kanë cilësuar prej haditheve të dobta. Daqfeli edhe shumë prej muslimanëve tjerë ka pas për aty që e kanë pranuar islamin, mirë po nuk e kanë pa pejgamberin e Zotit. Nuk ka mujt me pa pejgamberin alayhi salatu selam. Ai është bë musliman, e ka pranuar islamin, mirë po nuk e ka taku të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu selam. Pra, ai ka qenë i rritur kur e ka pranuar islamin, mirë po i është pa mundsu me ardhë dhe me taku pejgamberin alayhi salatu selam. Sikur ta kishte takuar apo sikurse të kishte dëgjuar nga i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu selam, atëherë do të kishte marrur epitetin e sahabiut, pra shoku i pejgamberit alayhi salatu selam. Pastaj çfarë kanë thonë? Për arsye që nuk e ka taku profetin, nuk ka dëgjuar për pejgamberit alayhi salatu selam, kanë thonë dietarët e hadithit, zinxhiri i këtij transmetimi konsiderohet i shkëputur dhe rrjedhimisht ky hadith është pra jo i sakt, pra hadithi del i dopt. Dhe autori na sjell hadithin e fundit me numër rëndor 383 që transmeton Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu, i cili thot: i dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu selam nuk ishte shumë i gjatë dhe as i shkurtër, as i dukshëm e as i bardh, as shumë zeshkan. Pastaj thot, nuk i kishte as flokët kashurrela dhe as të drejta. Allahu e zgjodhi për pejgamber atëherë kur i plotësoi 40 vite. Në Mekë kaloi 10 vite, në Medinë 10 vite, vdiq atëherë kur i pat 60 vjet. Kurse flokët dhe mjekra e tij nuk kishin as 20 qime të thinjura. Na e përmenëm në fillim dhe thamë se kemi transmetimet sakta që i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka jetu 60 vjet, ka jetu 63 vjet, ka jetu 65 vite. Pra, 63-shin e sharun ulemaja, po ashtu dhe 65-shin e sharun ulemaja, ndërsa këtë hadith që vdekja e pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë moshën 60 vjeçare, shohim se si e kanë trajtuar pra dietarët këtë pjesë, pra këtë hadith. Fillimi i këtij hadithi o vëllezër po na tregon për dukjen dhe fizionominë e pejgamberit. Dhe autori në fillim të librit, kur ka folur për dukjen dhe fizionominë e të dërguarit të Allahut, i ka shtjellu një nga një gjitha ato se çfarë u thanë në fillim të këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu selam. Në këtë transmetim të Enesit tregohet se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur në moshën 60 vjeçare. Mirë po saktë është ajo çfarë u përmend në fillim nga hadithi Ibn Abbasit, Muavijut dhe Aishës, se i dërguari i Allahut ka vdekur në moshën 63 vjet. Enesi radhiyallahu anhu çfarë po thotë?
ka vdekur i dërguari i Allahut kur i ka pas 60 vjet. Jo me qëllim mohimi, por për shkak të traditës gjuhësore të arabëve. Arabët e kanë pas një traditë. Edhe ajo traditë është edhe te na. Ajo është se arabët kur kanë folë për numrat jo të plot mes vete, shpesh i kanë rumullaksu numrat, duke i lënë jashtë shtesën e numrave. Për shembull, nëse i ka pas 63 vjet, kanë thonë 60 vjet. Mirë po, kur numri ka qenë më afër numrit të rumullaksuar, për shembull, nëse i ka pas 68 vjet, kanë thonë 70 vjet. Dhe kjo ka qenë traditë tek arabët. Për atë gjejmë edhe këtë hadith, 60. Një prej teorive që dietarët e hadithit e kanë shpjeguar. Po e njëjta gjë është edhe te na. Nëse vdes dikush që i ka 52 vjet, sa i pat bë, themi 50. Por nëse u kon 58, themi i ka pas 60. Domethënë e njëjta teori, e njëjta gjë bëhet edhe tek ne. Gjithashtu disa prej dietarëve, pra kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë se këtu nuk është fut dhe 3 vitëshi i parë i thirrjes së pejgamberit alayhis salatu wasallam me ke fshehurazi. Por është fut vetëm 10 vitëshi i parë haptazi. Për që ato ka thonë, ka rnu 60 vjet. Domethënë 40 vjet i ka pas, i dërguari i Allahut kur i ka ardhur shpallja. Pastaj 3 vitet e para ka thirr fshehurazi. Nuk e kanë llogarit këto. Po i kanë shti vetëm 10 vitet tjera kur i dërguari i Allahut ka thirr sheshazi, haptazi. Pra, kur ti bëjmë bashkë këta, 40 para shpalljes, edhe 3 vite, domethënë fshehurazi 43, edhe 10 vite haptazi 53, edhe 10 vite në Medinë del 63. Domethënë që jetesa edhe vdekja e pejgamberit alayhis salatu wasalam apo mosha e pejgamberit alayhis salatu wasalam pra ka qenë 63 vjet. Pikërisht për shkak të rrumbullaksimit të numrave dhe mos llogaritja e 3 viteve të para fshehurazi, disa transmetues kanë thonë se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka jetu 60 vjet, pa e përmendur pra numrin 63, por e kanë përmendur numrin e plot 60, sikurse e treguam atë se si ka qenë tradit tek arabët. Mirë po, ajo e cila e vërteton moshën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, sa i ka vdekur në moshën e 63 vjeçare, është pikërisht hadithi i Enesit. Pra një hadith tjetër nga Enesi radhiyallahu anhu, cilin e gjejmë këtë hadith tek Imam Muslimi me numrin dorë 2348, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare, edhe Abu Bekri thotë ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare, edhe Omeri radhiyallahu anhu ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare. Prandaj ky transmetim përputhet me ato hadithet e para të Ibn Abbasit, të Muaviut dhe të Aishës, dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Ky është dersion për sonte, me shpresë që në dersin ton të radhës e kemi pak më të gjatë kur do të flasim për vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Do thonë nuk na ka mbetur edhe shumë mësime nga libri, i kemi edhe 2 kapituj, pra vdekja pejgamberit alayhis salatu wasalam, pastaj na vjen trashëgimia e pejgamberit alayhis salatu wasalam, që kanë 3 kapitull edhe ëndrat e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Allahu ju shpërblet.